Në patin e kulturës në Lezhë u shfaq dramatizimi eposi shqiptar, një formë e re artistike për të prezantuar lautin e Malësisë të Atë Gjergj Fishtës, përmes ndërthurjes së aktrimit, muzikës, kosmografisë tradicionale dhe skenografisë simbolike. Krijuesit sollen në skenë një mënyrë ndryshe për të përjetuar veprën mallore të poetit. E kam pas detyrim me kohë që eposin e Mallët Fishtës, ose si më thani Iliada shqiptare, lauta e Malësisë, me u vunë skenë disi më e plot, ajo është shumë e gjatë, sepse nga 20 e sa mijë vargje që janë, 800 vargje diku kemi rregullu. Jam mundu që më ndërthur ngjarje, jo të gjitha ngjarjet i kam kap. Sepse aty ka shumë ngjarje, po kam kap atë ngjarjet më pikante, të cilat lidhen, jam mundu me përfshi dhe pjesët që lidhen me Lezhën tonë. Herojtë e Lezhës, ke parasysh edhe këto. Por mendova ta krijoj si dramatizim në 5 personazhe bazë. Duke futur edhe rapsodin popullor lahutën, që të jetë live gjithçka. Edhe për aktorët, interpretimi i kësaj vepre mbetet një sfidë për nga thellësia e gjuhës dhe emocioni që kërkon, por një mënyrë e denjë për të ringjallur Fishtën në skenë. Gjatë kohës që unë kanë të bë provat me regjizorin, ose që kam marrë përsipër këtë projekt, kam kuptuar edhe vetë se sa pak e njoh Fishtën, sepse ne kena dëgjuar ose lexuar gjëra për Ciptas, për Fishtën, ato nga më të famshmet, por kjo është me i hyrë me themel këngëve të tij. Edhe besoj se ashtu si unë edhe shumë njerëz të tjerë që janë përballë për të parën herë me një masiv vargjesh të Fishtës, besoj ka qenë shumë interesante, sepse edhe publiku e ndoqi me shumë interes dhe u dallotet e duar trokitit, interaktivitetit tyne që ishin shumë kurioz. Sparit, unë mendoj se kjo mund të jetë hera e parë, ndoshta paktet për vitet e fundit, s'po thonë në momentet kur ka ardhur demokracia te ne, që është dramatizuar një vepër Fishtës, as më pak lahuta e Malësisë. Nuk ditë kemi dëgjuar që ka qenë diçka më përpara, absolutisht që ka qenë peshë rënd për ne, sepse përpos pjesës së aktrimit, mbi ne ka qenë një figurë me peshë të lartë kombëtare si Atë Gjergj Fishta. Realisht Fishta është një autor që unë kam pasur gjithmonë shumë qejf dhe kam vazhduar të praktikoj pjesë nga Fishta kur kam qenë shumë e vogël. Dhe realisht kur mu dha mundësia për të qenë pjesë e këtij dramatizimi, isha vërtet shumë e lumtur dhe thash më një herë po për t'i dhënë një mundësi vetes, ndoshta edhe tjerëve për dëgjuar ca rreshta dhe për ta ndjerë më shumë këtë autor i cili ka lënë realisht shumë shpresa dhe shumë gjurmë në vendin tonë. Ky projekt kulturor, pjesë e torit fishtian dhe mbështetur nga Bashkia Lezhë, synon të sjellë trashëgiminë e poetit kombëtar në një formë bashkëkohore dhe të ndjeshme për publikun.